Ftesën, por gjithë neve ka qenë shokuese me pas sot se si prokuroria propozon 45 vite dënim për secilin prej krerëve të UÇK-s të akuzuar në Hag, dhe ka qenë shokuese jo vetëm për faktin që dënimi i propozuar ishte drakonik prej 45 vite burg, por edhe për faktin e thjeshtë që në shikim të parë dallohej që ishte komplet i paligjshëm. Nuk mund të ketë dënim në këto raste me 45 vite burg. Jurisprudenca e dhomës supreme të gjykatës speciale në Hag, në rastin e Sali Mustafës, ka përcaktuar që shkalla maksimale e dënimit në këto raste mund të jetë 25 vite burg. Kodyn penali, cili po ashtu zbatohet nga gjykata speciale në Hag, parashikon maksimumin e dënimit prej 35 vite burg. Për te kësaj mund të ketë dënim burg përjetshëm, po s'mund të ketë burg më shumë se 35 vite. Por në rastin e Hagës është 25 maksimumi, është vendos në rastin e Sali Mustafës. Prandaj ky propozim është i paligjshëm. Pse e bën këtë prokuroria, s'ta kjo pyetja që bëjmë çdo kush, është si mund të propozojë një prokurori mas 5 vjetëve proces gjyqësor një dënim që është i paligjshëm në rend të parë, se për këtë duhet të flasim s'pari. Unë mendoj që kjo ndodh për shkak se s'ka prova. Dhe prokuroria ka tentuar të zaventësojë mungesën e provave, fakteve për të mbështetur akuzën e tyre me propozimin e një dënimi drakonik, ashtu që me supozimin që gjykata mund ta ulë nga 45 për shembull në 10 ose në 5, dhe mund duket sikur ja gjykata vendosi drejtësi, pra për të zhvendosur barën e dënimit të krerëve të UÇK-s tek gjykata, ose barën e vendosjes së ligjshmërisë tek gjykata. Dhe kjo është e pabesueshme, sepse, po them edhe njerë, nuk bëhet fjalë për mungesë profesionalizmi. Unë nuk besoj që prokurorët që janë atu nuk e dinë që nuk mund të propozojnë një dënim për 45 vite. Është i paligjshëm, është ndaluar me ligj. Po nga pyetja që ju bëra, fakti që të njëjtit kanë dënim të njëjtë, duke qenë se kanë pas pozita tjera, a shihni si dikush është edhe si jo serioze, pra, që të njëjtit, pra, që kanë mbajtur shumë pozita të ndryshme, kanë qenë, zoti thotë që ka pas më shumë dimensionin politik, kemi zëdhënës, kemi të UÇK-s, pra, si e shpjegoni ju këtë? Kjo është elementi i dytë që desha ta them, dhe të falenderoj për pyetjen. Domethënë, këtu propozohet që të jepet 4 krerëve të UÇK-s dënimi i njëjtë, me nga 45 vite burg. Është një parim elementar në drejtësi që s'ka përgjegjësi kolektive, s'ka dënim kolektiv, dënimi duhet të jetë individualizuar. Këtë e thotë edhe kushtetuta jonë, edhe çdo kushtetutë evropiane, çdo kushtetutë demokratike. Tani, meqense propozohet dënimi i njëjtë, kjo paraqet një problem në vetvete. Pse? Sepse nuk mund të ketë kontribut njëjtë të gjithë akuzuarve në kryerjen e një vepre penale, e para. E dyta, si thatë ju, këta kanë mbajtur pozita të ndryshme. Nuk mund të kenë kontribut njëjtë po ashtu prej pozicione të ndryshme. E dyta, shtrirja kohore e akuzave që akuzon është 2 vjeçare. Nuk mund të ketë veprime 2 vjeçare që janë të njëjta, kontribut të njëjtë në krim, ashtu që të kenë dënimin e njëjtë. Është e pamundur 4 persona për veprimtarinë e tyre 2 vjeçare, është e pamundur që të kenë kontributin e njëjtë në kryerjen e një krimi që akuzohen në akt akuzë. Kështu që kjo tregon që akt akuza është tërësisht jo profesionale. Unë po të siguroj, nuk ka prokuror evropian, amerikan, botës perëndimore, Japoni, Australi, që do të bënte një propozim të tillë që për 4 njerëz dënimin e njëjtë. Ky është dënim kolektiv i ndaluar me Deklaratën Universale për Drejtat e Njerëzit dhe me Konventin Evropian të Drejtave. Po në këtë rast zoti Gruda, dikush do thoshte mbase një kërkesë e tillë, një propozim i tillë, pra mund t'i ndihmoj vetë akuzuarit. Pse nuk duhet shihet nga ky prizëm? Po, ne e shtruam problemin e akuzës deri këtu, po unë mund të them që nga ajo që poshtë sot, me bindje absolute, që kjo akuzë nuk mund të kaloj tek trupi gjykues. Do ne jemi bindur që trupi gjykues do të harxojë dhe në shkallë parë. Do të harxojë në tërësi. Do të harxojë akuzën në tërësi për ato që thash. Sepse kemi bëjmë realitet me elemente dukshme. Nëse ti ke propozuar një dënim që është përtej asaj që parashikon ligji, fare qartë. Ke propozuar një formë dënimi që është dënim kolektiv dhe individualizimi i përgjegjësisë penale, si thuhet, që është parimi elementar i drejtësisë moderne. Atëherë përfundimi logjik është që trupi gjykues do të harxojë. Ne jemi bindur që trupi gjykues harxon këtë akuzë, por për neve mbetet problematike fakti që për 5 vite ne kemi pasur 4 krerë të UÇK-s në Hag, në paraburgim, duke u ndjekur me një akuzë që ka kaq shumë të meta profesionale dhe që ato shprehen në 10 minuta për mbledhje të kryeprokurorës. Mirë, në anën tjetër, kur janë 45 vite për secilin të propozuara, e kur mund të vi një dënim, shpresoj mos jetë ashtu, po e marrim në shembullin hipotetik,
a e bën pastaj edhe vetë propozimin tërësisht politik, fakti se po dënohej me më pak vite se cili prej tyre, ndoshta tek opinioni publik krijon një ndjesi të çlirimit, le të themi, sepse 45 vite është dënim për jetë, kurse secili nga të akuzuarit me moshën që ka, askush se dim sa do jetojmë, por e keni parasysh për çfarë po flas. Absolutisht, akuza e prokurorisë me faktin që propozon këtë dënim drakonik në kundërshtim me ligjin, është një lojë politike për ta vënë në lehthitje trupin gjykues, për të thonë, siç thatë edhe ju, që kur tulet dënimi ja se që nga normale. Po unë e besoj që kjo nuk kalon trupin gjykues, s'ka logjik me kalu. Nuk ka asnjë logjik, sepse nëse ka një jurisprudencë të dhomës specializuar supreme që 25 vjet është dënimi maksimal, kjo nuk mund të ndryshohet. Por mu nuk më befason kjo prokurori. Dhe ne do të kemi rast besoj gjatë emisionit me diskutu si është zhvillu krejt procesi. Unë kam pritur, tani nëse mund ta them që të kanë qenë empiritë e mia si profesionist, unë kam pritur që ta bëjnë njëjtën gjë. Njëjtën gjë. Po unë kam pritur ta bëjnë njëjtën gjë të propozojnë diçka drakonike. Po që ta tejkalojnë edhe ligjin, edhe jurisprudencën e vet të zhvilluar. Po ju presni 30 vjetra, pra 35. Jo, unë kam pritur që të shkojnë në nivel të calit. Pritjet e mia, pe kësaj prokurorie, për mënyrën që është zhvilluar akuza, që është zhvilluar këto 5 vite, unë kam pritur që të bëjnë një propozim ngjashëm me calin. Se ne kemi po, unë s'ka pas dyshim që prokuroria bën këtë, se kemi po natë që kanë zhvilluar procesin, ne do të flasim këtu besoj. Po që të kalojnë edhe ligjin, dhe kjo mu, përveç që më kryon irritim, si profesionist, thëmë drejtëm më kryon edhe optimizm që akuzat të dëgjohet. Se një akuzë që ka që sharake e ndërtume profesionalisht, unë besoj që në një trup gjykus me gjyqtar profesional perëndimor, nuk mundet me kalu, kështu që më jep edhe optimizm në anën tjetër që akuzat të dëgjohet. A keni ju besim fillimisht ju pys, pra, edhe si deputet pse jo, por edhe si jurist në gjykatën speciale, a keni besim që gjyqtarët mund të arzojnë në tërësi këtë propozim dhe po ashtu akt akuzën? A keni ju besim? Eraldin, ajo që kemi po për 5 vjetë, si është zhvillu procesi atje, nuk nga ka dhonë shumë besim, sidomos sa i takon punës prokurorisë. Por, unë besoj në një diçka, në ndërgjegjen profesionale, të kulturës perëndimore ku përkasim ne. Mund duket që po e bëjmë në mënyrë filozofike, po